Zhvillohet në Vlorë aktiviteti zhytje në trashëgimi ndërtimi i së ardhmes për turizmin në New York në gjirin e Vlorës në kuadër të projektit Rec for All, kapitalizmi duke transferuar në territore të reja modelin e mbrojtjes së trashëgimisë në New York nëpërmjet digitalizimit dhe valorizimit të saj si një ofertë të re turistike, financuar nga programi Interreg IPA South Adriatic 2021-2027, ku Bashkia e Vlorës është partnere. Për rajonin e Adriatikut, sektori i turizmit është një mundësi që nuk duhet humbur. Ky aktivitet bëri bashkë Politik Bërës, institucione vendore në mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, tur operator dhe agent turistik nga Italia, Malizi dhe operator lokal, palë të interesuara për të diskutuar mbi lidhjet e mundshme për promovimin e aseteve kulturore dhe natyrore në New York, duke kombinuar inovacionin dhe teknologjinë me elemente tradicional. Këshilltarja për projektet e huaja në kabinetin e kryetarit të Bashkisë së Vlorës, Fabiola Deliaj, duke çelur këtë aktivitet, falenderoi edhe partnerët që u bën pjesë e tij. Vlora me pasuritë e saj të jashtëzakonshme natyrore dhe kulturore është gati të bëhet pjesë aktive e këtij vizioni të përbashkët për digitalizimin dhe promovimin e trashëgimisë tonë, si një ofertë turistike inovatore dhe gjithëpërfshirëse. Sot, më shumë se kur, ne kemi nevojë për bashkëpunime reale mes institucioneve publike dhe sektorit privat, për të kthyer gjithë asetet dhe thesare tona në vlera ekonomike dhe kulturore. Në këtë kuadër, aktivitetet që do të zhvillohen sot dhe nesër në një agjendë të përgatitur 2 ditore, nga prezantime teknike, diskutimet mes operatorëve turistik, ndarjet e eksperiencave dhe deri tek aktivitetet praktike në terren, siç janë zhytjet apo sesionet e fotografimit, synojnë të ndërtojnë ura bashkëpunimi dhe të nxisin krijimin e një rrjeti të shëndrueshëm aktorësh që besojnë në potencialin e turizmit dhe atij në New York. Prandaj më lejoni të falenderoj bashkëpunëtorët e këtij tatimi, përfaqësues të forcës detare, Qendrës Kombëtare Kolumbare, Federatës Kombëtare të Zhytjes, përfaqësues dhe miqtan të UNDP Albania, Agjencisë Rajonale të Zonave të Mbrojtura, Çelim Shqipëri, Agjencisë Hello Albania, Universitetit të Gjenovës, Shoqatën Turistike Arta, Albanian Adventure, të cilët do t'japin kontributin e tyre, por edhe tur operator, ta pasporteve, atyre të aventurës dhe fotografisë, që gjithë bashkërisht promovojnë dhe eksplorojnë destinacionin e Vlorës në 360 gradë. Ne jemi të vetëdijshëm se për të qenë konkurrues, na duhet që të investojmë në inovacion, digitalizim dhe përfshirje komunitare. Pikërisht, projekti Rec for All është një hap konkret në këtë drejtim dhe ne jemi krenarë që Vlora është një ndër pikat kyçe të këtij rrugtimi. Rrugtim që në fakt nuk është fort i elaboruar në vendin tonë, me gjithë pasuritë e mëdha natyrore të trashëgimisë kulturore apo në New York që vija bregdetare e Shqipërisë dhe rajoni i Jugut ka, por së fundmi edhe me rolin decisiv që tashmë digitalizimi apo inteligjenca artificiale ka në jetën tonë. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Tredha tha se bashkëpunimi me aktorët dhe faktorët ndihmon në destinacione turistike dhe zbulimin e tyre për të promovuar Vlorën. E vetmja rrugë që ne të ndërtojmë një turizëm apo një destinacion turistik qëndrueshëm është gjithmonë duke bashkëpunuar fort me gjithë aktorët dhe faktorët dhe tu kanë parasysh edhe projektet që vinë posaçërisht nga paketa që ofron vetë Bashkimi Evropian, ku ndihmon destinacionet të ndryshme se si mundet ata ta diversifikojnë paketën e tyre, dhe ku kanë parasysh edhe Rec for All, që është një nga projektet që ne kemi, ne jemi gjithmonë pararoj pakte me zyrën tonë projekteve, patjetër me zyrën e turizmit që kemi në bashki, ku gjejmë gjitha hapësirat që ne ta aplikojmë dhe pse jo të jemi dhe fitues, sepse realisht na bën dhe ne të ndjehemi më mirë, duke parë që vizioni është shumë i qartë i qeverisë shqiptare që është patjetër integrimi përfundimtar në Bashkimin Evropian. Nëse ne nuk kemi pjesë integrale këtyre gjërave, absolutisht nuk mund ta shikojmë veten që jemi të gatshëm apo jemi gati. Sipas kryebashkiakut Ermal Tredha, pjesa në New York është një aset i çmuar dhe se Vlora i ka të gjitha potencialet në New York për t'u eksploruar dhe për t'u bërë atraksione turistike. Ne kemi të gjitha potencialet, po të shikosh Karaburunin, po të shikosh pjesën pastaj që vazhdon drejt jugut të Shqipërisë, gjitha ajo zona atje ka shumë potencial për t'u eksploruar, por për t'u bërë atraksion turistik, duke parë edhe llojin e turistit që vjen. Pra janë turistë që janë të angazhuar, të orientuar drejt këtij lloji modeli. Ne si bashki e kemi prioritet, thash pak më parë, do bëjmë maksimumi që edhe me ndihmën e gjithë partnerëve tanë që janë këtu prezent sot, të marrin më të mirën dhe të shpalosin më të mirën për vjen puna dhe ata që zgjedhin Vlorën si destinacion.
Qëllimi i aktivitetit është të vendosë theksin tek rëndësia e veçantë që ka menaxhimi dhe promovimi i trashëgimisë në ujore për krijimin e një oferte turistike inovatore në territoret e rajonit të Adriatikut dhe Jonit.